Përshëndetje shikues të dashur të televizionit Dasma. Jeni duke u shoqëruar me emisionin Kush është nder. Edhe kësaj radhe, gjatë rrjedhës së emisionit Kush është nder, ju do keni mundësinë të ndiqni surprizën e bërë për ditëlindjen e protagonistit të këtij emisioni. Kësaj radhe, ditëlindjen e ka këngëtari ynë i mirënjohur Alban Mehmeti. Unë për momentin gjendem në Fushë Kosovë dhe jam pikërisht para ndërtesës se ku banon Albani. Unë do të marr dhurata të cilat i kemi përgatitur për ditëlindjen e Albanit, pra është një buqet me lule të cilën e dhuron Lulishtja Labi, si dhe Jara Keke e cila është përkujdesur për ëmbëlsirën për ditëlindjen e Albanit. Këtu janë torta dhe buqeta me lule për ditëlindjen e Albanit. Shikues të dashur të emisionit Kush është nder, unë jam pikërisht para derës së këngëtarit Alban Mehmeti. Unë tani do të rëkas në zile edhe shpresojmë që Albani është zgjuar, me që jemi në orët e para të mëngjesit. Ne po presim nëse dikush do hap derën. Përshëndetje. Përshëndetje. Alban, sot e ke ditëlindjen edhe kemi marrë me ta uru ditëlindjen, urime. Po nuk kom met kjo ditëlindje për me uru se 31 kom ba, falenderit shumë mirë se keni ardhur. Faleminderit, më se ju gjetëm. Shikues të dashur të emisionit Kush është nder, unë tani gjendem në banesën e këngëtarit Alban Mehmeti. Albani nuk e gjetëm vetë, bashkë me Albanin është edhe bashortja ati Fjolla, si dhe djali i vogël Lurni. Alban, përshëndetje. Edhe një herë. Përshëndetje, mirë se erdhët në banesën tonë ku, si që ta jemi, këtu jetojmë në Fjolla dhe Lurni tash, antari jonë më i riu. Mirë se ju gjetëm. Alban, unë e fillimisht po du me ta uru ditëlindjen, edhe shumë tjera, urime. Falenderit shumë, falenderit që keni marrë mundin me ma uru kështu, edhe pse normal është kënaqësi e veçantë kjo, kur dikush mundohet me ta uru, veç një mesazh kur ta dërgon dikush për ditëlindje është kënaqësi se pi bjen mend për ty as më tepër me marrë gjithë këtë mund që keni bëj ju me ardhur deri këtu. Kështu që falenderit juve edhe televizionit Dasma TV, punë të marrë edhe juve. Faleminderit, do me thonë po të pëlqen surpriza. Natyrisht, është kënaqësi, normal, është moment, edhe pse nuk është ndoshta, tash i kom bërë në 31 vjetë që bëjnë, nuk është ma më kënaq ku me ditë sa, se sa ma shumë tash nuk, po mendej, po sot janë me shëndet, është kënaqësi gjithmonë kur ka njerëz që mendojnë për ty edhe mendojnë me ta uru ditëlindjen.
Alban, emisioni Kush është deri kushtohet ditëve më të veçanta, si ditëlindjet ose përvjetoret e martesës, i kemi këto 2 pika kyçe. E me që është ditëlindja juaj, ne do doja të flasim sot vetëm për ditëlindjet. Fillimisht na trego ditëlindjet e para të cilat ju i mbani mend. Do doja të na flisje pak për ato ditëlindje, ndoshta kur ke qenë shumë i ri. Edhe si fëmijë i vogël, gjithmonë nana, domethënë, na i ka festu ditëlindjet kështu. Natyrisht nanat gjithmonë janë ato që janë më të prirura për shkak se baballarët gjithmonë mas punëve, po mendoj gjithmonë janë më dembel në drejtim. Kështu që gjithmonë nana ka qenë ajo që përveç që e kemi festu në shtëpi, gjithmonë ma ka përgatitur një torte, edhe më është dashur gjithmonë me shun në shkollë, në klasë. Kështu që gjithmonë e kemi festu ditëlindjen, ato janë ato ditëlindjet që i mojnë men ma tepër, me shoqni që i kam shok të klasës, shoqet aty që i kemi festu gjithmonë, dhe kjo është ajo që ka mbet në kujtim. Po a ka ndonjë ditëlindje cilën kështë dashur më e veçuar, cila ka qenë më e veçanta për juve? Përpos kësaj sot, se kësaj ditëlindje sot besoj që është më e veçanta me që edhe jeni shtu. Kjo ditëlindje e thatë ju që është më e veçanta për shkak që tash 3 muaj e pak diçka kemi na është bashkangjit në familjen tonë Lurni, kështu që është dhurata më e mira që kam mujt me marr për këtë ditëlindje. Kurse si dhuratën ose ditëlindjen më të veçantë e veçoj gjithmonë befasin që ma ka përgatit Fjolla me familjarët e mi natyrisht, po iniciativa ka qenë e Fjollës, cila vetë 26 kërë i këmba, që ka qenë. Ditëlindja 26 ka qenë. Me një organizim disa ditor, mirë po qa shumë kanë gënyu krejt familja, do me thonë në atë aspektin kanë gënyu për mirë që mos me kuptu në atë ditë, sa që mas ditëlindjes kom fillu mi kujtu ato momentet se sa qysh si kom kuptu ato fargënjeshta që mi kam ba. Edhe ka qenë në një lokal në Prishtinë, Fjolla natyrisht me ndihmën e vëllezërve dhe prindërit mi, edhe shoqnisë Xherezhat që e kanë bajt fshehtësi ato, jam mbledh dikun për 100-200 veta, nuk e di sa kanë qenë, po shumë kanë qenë, edhe deri në momentin që jam fut në atë lokal, me të vërtet nuk kom ditë asgjë, edhe nëse nuk më ka shku mendja, kështu që ka qenë ditëlindja më e veçanta që mundem me nda. Normal se cila ditëlindje është e veçantë në atë aspektin e vetë, mirë po ajo është që mund ka me të ma interesantja në jetën time. Në Fjollën po shfrytëzoj rastin me falenderu se unë kom bisedu me Fjollën, ti nuk e ke ditë se nuk të ka tregu, mirë po Fjolla ka qenë e informume. Do me thonë për surprizat, Fjolla po kujdeset shumë mirë. Tash po më intereson me ditë ju çka i keni bo Fjollës për ditëlindje, ndonjë dhuratë cilën kështë dashur me e përmend. Ndoshta kish më qenë më mirë me përmend kjo me dhuratat që e kam bërë. Unë nuk jam shumë tip që japëm mas befasive ose këta dion, se nuk di fort, nuk jam ashtu që di mi organizu ato zona. Dikush është vetë i lindun, Fjolla është e lindun për ditëlindje këto edhe i ka shef. E pesha edhe me djalin tash, jo veç ditëlindje, po edhe mujor t'ja ka nisë me ja festu edhe nëse cilën. Kështu që ka, tash nuk di, o në cilën me veçu, ajo mundet me veçu Fjolla ndërsa ndonjënën, po kjo mundu gjithmonë me bua diçka dhurata që kam ndëgju ndërsa në ndërkohë që ka përmend, mandej kam ble për qatë ditë. Ama kështu befasina diçka s'kam arrit me bua asnjëherë, se gjithmonë më zajnë ma herët, e kuptojnë. Alban, me siguri keni pas dhurata e përmende që prej Fjollës mo ato surprizat e mdoja, po me siguri keni edhe dhurata të adhuruesve t'juve, të prindëve t'juve, njerëzve t'juve t'afërt. Unë kësha doja që sot t'i ndoja disa prej tyre me ne. Ne nuk ka shumë që jemi në banesë, do me thonë këto. Ato kryesisht, ato tjera t'i kam në shpete prend atje nalë. Mirë po diçka që kam këto do të mundohen t'ju tregoj tash. Kam pas gjithmonë shumë dhurata prej atyne, po them fansave ashtu, se unë i quj meq ma tepër, jo fansa. Kam pas kryesisht nëpër Facebook, ose ka pas raste që me post na kanë dërgu diçka që ata kanë përgatit në formën e tyne,
Kështu që gjithmonë ka qenë kënaqësi mi pa ato gjana çfarë do të qofshin. Se është me rëndësi, thash, me rëndësi është vetëm kur i bjen mend dikujt për ty, e nuk do me thonë asgjë çka të dërgon nëse ku ta diun. Një SMS mjafton edhe të bën mundi mirë. Alban, tani do doja të na tregoje pak për urimet që janë bë. Kush të ka uru ditëlindjen i pari? Tash nëse flasim kështu, të partë normal është Fjolla dhe prind me vllahun Fidanin edhe Tina që ishin mbrapa, domethënë orën 12 kanë orë me torte këtu në Nder. Edhe ishin domethënë normal familja, ishin të partë. Kurse këtu në Facebook po shihni që ka foto të ndryshme, kanë dërgu mesazhat shumë në shoqni ndryshme të Facebookut, miq, shok, koleg të punës, ka mesazhat ndryshëm. Edhe secili të bën mundi më i veçantë në po mendoj është kënaqësi. Se secili prej këtyne sa janë këtu rreth përmi 300 sa kanë, e ka kushtu një minutë për me ta uru ty ditëlindjen, kështu që të bën mundi mirë gjithmonë. E përmendet që edhe mbram, do me thënë kur është bo data 4, e pas ke pas një surprizë tjetër. Na trego pak më shumë se si shkoi ai surprizë. Surprizën edhe kjo ishte pjesë e familjes me Fjollën, se po e shoh na sa avëm djalin me flejt, po e shoh Fjolla pëlqen një muzikë, diçka nuk e di, në 12 natës me ato kështu çka po ndodh. Edhe veç kur i pash u futën prindët e mi edhe vllau Fidani që është këtu me bashkëshortën e tij edhe me djalin e vet. Edhe erdhen me ma uru, domethënë me një torte normal me fishek zjarre. Sapo bë 12 ora. Edhe domethënë janë ata të parë që ma kanë uru mandej ka tjetë. Edhe a ke vendos me mendu me i bo ndonjë surprizë për ditëlindjen e Fjollës? Gjithmonë mendoj, po asnjëherë nuk arri, për shkak se unë për veti nuk e kuptoj për rreth, se nuk mendoj shumë të ditëlindja. Po kjo fillon shumë herët me mendu për ditëlindje, edhe këtë mendoj në me bë diçka, për shembull, me organizu dikon se e kupton me njëherë. Domethënë e kupton qëllimin për çka është, që asnjëherë nuk kam arrit deri tash. Nuk kam arrit mi ba një befasi përveç për vjetorin e martesës që e kishëm tash, 2 vjetorin e martesës. Isha me do pun i ngarkum mjaft tash për shkak që kemi do projektet jo të vitit 3 jo ku ta dione. Edhe fatin e pat aty që thash po dal me kry disa punë edhe nuk e kuptoj hiç, dola i bleva një dhuratë edhe kur u ktheva me të adin po shikon ashtu me habi se nuk e kish prit hiç. Po aty pata fatin që i thash po dal për disa punë edhe nuk e kuptoj. Se kështu asnjëherë nuk kam arrit mi bë befasi shkaku që gjithmonë e kupton. Alban, me që është ditëlindja jote, jemi mundu që me ardhë në shtëpinë e juaj ashtu tamam që shiko hije me uru një ditëlindje. Këtu kemi një buqet me lule, cilën e ka dhuru Lulishtja Labi, mirë po, unë këta po të ftoj ty mi aja Fjollës. Të juve Lulishtës Labi, me qenë sonës jam edhe të shumë tip, i luleve, Fjolla di që i donë shumë, kështu që veç po ja për cilë. Ndërsa këtu është ëmbëlsira për cilën është për kujdesi ora kejkë. Dhe mesh na trego apo të pëlqen? Shumë e bukur. Mirë shumë, faleminderit shumë edhe Jara Kek edhe juve. Të dhe dansë më urime ditëlindja. Emnin? Me vendos emrin dashkë edhe moshën, edhe nuk e dishëm, apo don me tregu sa vjet i ke bua ju? Faleminderit shumë, faleminderit. Alban, unë po të ftoj me prej këtë tortash. Tash kismet, do të prejmë dhe do të hajmë bashkë.
Alban, unë tani po të ftoj me prej tortën. Me knasinë më të madhe, dhe prejmë bashkë me Lurnin që të bashkë. Hajde, në fakt, oba. Alban, unë tani po të ftoj me shiju tortën e ditëlindjes të 31, Kjo është pjesa më e mirë që unë i shijoj këtu. Shumë e shishme po duket, Apo të pëlqen? edhe e shishme koka. Alban, me që zakonisht ditëlindje i prej këtë hunda me ëmbëlsirë protagonistit kush e ka ditëlindje, unë kësaj radhe po ja bëj Lurnit, jo juve. Faleminderit. Unë edhe fjollës i thash më pyti, tha, qa po bojmë për ditëlindje kësaj radhe. Edhe në telefon realisht ishim, thash le thash se s'ka mo, në 31 thash mo, nuk ka me festu ditëlindje, thash e kem kujt mja festu thash ditëlindje, në më thonë, ish fjolla për Lurnin. Tash nuk ka më rëndësi ditëlindja ime, tash do të më marrë me këta që më pesh ditëlindja. Alban, e përmendet që keni shumë dhurata, mirë po me që jeni zhvendos tash të pak kohë në banesë, nuk pas ke shumë prej dhuratave. Mirë po, e përmendet që janë disa dhe doja të na flisje pak më shumë për to. Thash ma herët dhurata më e mira është Lurni, ajo pa diskutueshme. Kështu që janë tash kur po bën shumë, edhe nuk po din njerë edhe çka me ble ma dhuratë për dikën. Edhe unë gjithmonë ju kom thonë që për ora edhe parfima për shkakun nuk më pengon kur, gjithë blenëm, gjithë është okej. Kështu që janë disa ora kështu që për ditëlindje kryesisht i kam dhuratë, edhe një dy po mungojnë, që edhe pranë për këtë ditëlindje fjolla më ka ble. Edhe një tjetër, Është dhurata e fjollës që e ka bo për këtë ditëlindjen. Fundit, për që ditëlindjen e fundit, do më thonë e fjollës që ma ka bo për këtë ditëlindje. Edhe këto dyja janë prej fjollës, për ditëlindje dhe këto kanë qenë. Kjo është prej dy vëllezërve të mi, Arjanit edhe Fidanit, që ma kanë ble për ditëlindje dhe ato. Këto janë ma herët që i kam ble, nëse këto janë kështu jo për ditëlindje. Edhe një tjetër e kam, po nuk ka këto e kam atje në shpejt e prind. Edhe ajo është prej fjollës që ma ka ble për ditëlindje. Edhe kështu, edhe parfimi që këto e pata ofër këtu, është prej Arjanit, prej vllaut që e kam në Zvicër. Edhe ai për ditëlindje ma ka dërguar parfum, kështu që kështu janë disa që i pata ma ofër. Kështu ka shumë dhurata, se bagi vite kam edhe ne. Kështu që ka shumë dhurata të ndryshme, po tash edhe mi marrë ato mi shfaq, këtu është e pa kuptim, po gjithmonë është kënaqësia kur edhin thash disa herë që nuk ka rëndësi çka qysh tek, me rëndësi është mi ranë mend për. Alban, jemi në fund të emisionit, unë edhe njerë po e shfrytëzoj rastin me ta uru ditëlindjen edhe shumë tjera, edhe shumë faleminderit për mikpritjen. Shumë faleminderit për juve që ka rënë ndërmend fillimisht edhe që keni marrë mundin këtu. Faleminderit televizionit juve personalisht edhe kameramanin të përshëndesim. Po ashtu shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë ata që e kanë marrë mundin të paktën një SMS me ma dërgu për ditëlindje. Kanë bë mundi shumë mirë.
edhe i falenderoj nga zemra, ja kthefshim për të mira gjithmonë edhe juve edhe atynis që ma urojnë sot ditëlindjen. E me që jemi në fond, unë do doja edhe një kërkes nga jo. Keni një fanpage, do doja ta bëjmë një selfie bashkë e ta postojmë aty. Jo, kështë të këshyrë lurni ka dollë një dy vena me si mshet, edhe një të këshyrë kamermani. Okej. Shtu pak ma mirë. Befasia për ditëlindje nga Dasma TV.